Shiko, gjenerata Z mendoj që është më ndërlidhur me teknologjinë. Një element që gjenerata ime nuk e ka pasur. Pra, kur unë kam qenë në të 20-tat e mia apo pak më tutje, interneti u popularizua dhe u bë universal. Edhe në pjesën e Evropës, sigurisht edhe më vonë pastaj në Shqipëri. Kështu që mënyra se si ne njiheshim me njëri tjetrin apo krijonim kontaktet e para ishte në analogjike ose fizike. Pra, nuk ndodhte me like, me sin, me stories, me tags. Sot është një mënyrë tjetër e të përjetuarit dhe të njohjes së dashurisë. Dhe ndonjëherë kjo marrëdhënie as nuk zhvillohet jashtë ose në jetën e vërtetë në botën reale, sepse çdo gjë zhvillohet nëpërmjet komunikimit virtual, pra njohja, përjetimi i marrëdhënies dhe në fund zhgënjimi dhe ndarja. Pra njerëzit ndoshta nuk takohen fare dhe marrëdhënien e jetojnë vetëm virtuale dhe ky është një element shumë i rëndësishëm që ndryshon komplet nga mënyra se si ne kemi përjetuar dashurinë. Dakor, pra është i shëndetshëm si element? Varet. Çfarë është e shëndetshme? Është e shëndetshme që të rrim bashkë 40 vjet apo është e shëndetshme ajo që na bën të ndihemi mirë? Cila është? Varet se është e shëndetshme ajo që na bën të ndihemi mirë. Nëse ky brez thuhet që nuk e kupton në fakt, nuk është i qartë se çfarë bën të ndihet mirë. Jo, unë mendoj që ky brez është shumë aware, sidomos për sa i përket shëndetit mendor, fenomeneve sociale, ndryshimeve sociale. Po, por është një brez që përballet me shumë sfida të shëndetit mendor dhe shumë individë të gjeneratës Z janë të palumtur. Por është një brez i cili dita e mëroi problematikat e shëndetit mendor, ndryshe nga ne, dhe mendoj që akti i parë i rezistencës edhe i rebelimit edhe i forcës është pikërisht emërimi i një situate ose të dhunshme, ose jo të rehatshme, ose jo komode, ose jo sociale. Kështu që mua më pëlqen fakti që flasim për shëndetin mendor, flasim për red flags, flasim për gaslighting, janë të gjitha koncepte të reja me terminologji të re që na tregojnë copoza të ndryshme apo stade të ndryshme të marrëdhënies sentimentale, po edhe të marrëdhënies shoqërore. Një element tjetër që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë, duke folur gjithmonë për emërimin apo labeling të problematikave të ndryshme, është nxjerrja në pa e marrëdhënieve me prindin. Gjenerata ime ka pasur një heshtje shumë të madhe dhe ishte pamundur që ti të kritikoje mënyrën se si është prindëruar apo marrëdhënien që ti kishe me prindin. Ishte një linjë që nuk shkelej. Eksakt. Gjenerata Z e ka shkelur këtë kufi dhe ka kaluar tutjet e ajo vije kuqe që ne kishim vendosur, duke folur për marrëdhënie me prindrit, duke biseduar se sa mungesë komunikimi ka kjo gjenerat me prindrit e vet, që normalisht prindrit duhet janë mosha ime ose pak më lart se sa unë, pra fillimi i millennials. E kuptoj. Kështu që 40 vjeçarët, 45 vjeçarët, 50 vjeçarët e sotëm që po kanë lindur në komunizëm, po adoleshencën e tyre dhe rininë e tyre e kanë kaluar në ato që ne kemi quajtur demokraci në fillim të viteve 90. Kështu që gjithë këto elementet e gjeneratës Z, me thënë të drejtën, mua më pëlqejnë.